Mungesa e investimeve në fshatin Libonik të Maliqit është ndërruar në problem madhor për banorët. Rruga që lidh fshatin me varrezat e zonës prej vitesh është në gjendje të degraduar. Banorët thonë se gjendja e rrugës përkeqësohet sidomos gjatë ditëve me shi, duke vështirësuar lëvizjen e tyre. Ata thonë se Bashkia e Maliqit nuk i ka marrë asnjëherë parasysh ankesat e tyre. Dhe mankohemi, po bëj rrugën e varrit. Po si se është e vështirë. Tja hajde nuk kone dimrit nuk shkojnë dojtë të makinat. Si ja bëjmë i të kra, me mushka. Që kemi shtruar në dojnë qik me qakull si që shikon. Ande lartë është me gropa, për dimër makinat njerë këtu. Një tjetër shqetësim që banorët e Libonikut ngrenë është edhe mungesa e ujit të pishëm, ku një pjesë e fshatit nuk furnizohet mjaftueshëm. Kanalet për banditurit, ujë për fshatit, është një depo, ja, shikoj e ku e ke depo. Gjysma e fshatit që nuk ka ujë të pishëm, e kam stakuar, nuk u kam as saatin e ujit, se kam hapur një pusë se nuk kam shërbim. Kryetari i fshatit, Vasil Talka, thotë se këto problematika janë adresuar në Bashkinë e Maliqit, por sipas këtij institucioni, investimet infrastrukturore kryhen sipas një radhe. Banorët kanë shumë të drejtë. Ajo është një rrugë që duhet shtruar dhe është një problem i mbartur këtu e shumë vite. Këtë probleme ka të qartë edhe kryetari i bashkisë, edhe Këshilli Bashkiak, mirë po kryetari ka bërë një analizë dhe ka ndirë këtë përfundim që ajo rrugë duhet bërë, po ka rrugë më përparësore që duhet bërë në fshat. Kryetari e ka bërë të qartë që duhet bërë, po kur t'i vi radha. Banorët kërkojnë që autoritetet të ndërmarrin veprime konkrete për të përmirësuar kushtet e jetesës në fshat.